Po kështu përcjell Buhariu dhe Muslimi në sahihët e tyre hadithin e nënës së besimtarëve Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë se profeti sallallahu alaihi wasallam sa herë që ishte i smur, i lexonte vetes së tij 2 suret e fundit apo 3 suret e fundit. Dhe thotë nëse mundjen përpara vdekjes isha unë që ja lexoja ato. Dhe po kështu e fërkoja, pra i bëja mes me dorën e tij, duke shpresuar në bereqetin e dorëve të tij sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Po kështu në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, përcillet se profeti sallallahu alaihi wasallam sa herë që shtrihej për gjumin e natës në shtrat, atëherë bashkonte pllëmbët duart, frynte në to dhe lexonte surën Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, dhe më pas fshinte trupin e tij duke filluar nga koka dhe fytyra dhe bënte këtë gjë 3 herë. Kështu profeti alayhi salatu wassalam e porosit Uqba ibn Amir me leximin, rëndësinë, përkushtimin me këto sure të rëndësishme, duke thënë kërkon mbrojtje me këto 2 sure, pra surën Falaq dhe surën Nas, sepse askush i cili nuk ka kërkuar mbështetje tek Allahu nuk mund të kërkojë më mirë se sa me këto 2 sure.